Shremin. Edhe ti po bën vallëzim moderne? Po tash që 30 mo si nuk ka kështu që. Mirë, në vazhdim do të dëgjojmë një parodi që keni kush e ka shkruar tekstin, kush e ka bërë muzikën, kush e ka realizuar, kush e ka orkestruar. Unë Kosovë respektohet dhe burri atëherë orë në sali. Nëse nisëm për kësaj këngë lësh më tham se tekstin e kam shkruar vet. Po, kryesisht aranzhmonin muzikën e kam bënë vet. Realisht jem të rajt edhe burrë dhe djalin jem shumë sinqert, ti ke këngë është e vjedhë nga autori vet Naimi, po këni natë ndarshëm që ka shku na hin shtëpia ka vjedh këngë lujmi, kurse muzikën e ka bë Beni Boxi, një këngëtar i talentuar, një këngëtar i ri, i cili besoj që besoj të ju që ka ndodhur na dorshëm që ai ka qenë në familje të juaj në do të kitet madhe për punën e tij. Për të. Mirë. Me mikrofon nuk më jek në këtë këngë se ka shumë dhe me thonë për me valzuar, sa ne du me knua të manë kështu me të kallë. Atë dëgjojeni një parodi që shpreh realitetin ton. Këtë në Kosovë dhe jashtë danit. Sofia. Dilerimi. E Shremi. Faleminderit. Dilerimi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Qëtë ma boten Unë ta qestin ma hanë rogen Lejma Qëtë ma boten Unë ta qestin ma hanë rogen Qëtë ma boten Lejma gishtin Herman gjet, herman kudi bishtin Qëtë ma boten Lejma gishtin Herman gjet, herman kudi bishtin Qëtë ma boten Lejma delin Ta japoten ma dhas kjerin Qëtë ma boten Lejma delin Ta japoten ma dhas kjerin Lujma komen Vota jona lujdinonen Qëtë ma boten Lujma komen Vota jona lujdinonen Faleminderit shumë. Unë dënë pësë. Atëre, o doni nuk e lënë me kash. Në kuadrë të kësaj të fushatës tona, votoni Sofi numër? Votoni një Sofi numër 31. Brava që. Pa e kon 30 para të ditë. Donë 30. Pa nësëm shërdoj sa i politikaj tonë, një që pëtanë rënumrin, pa pëtanë rënë partin. Apo të përnë. Për shakotet. Pëtanë rënë votën. Kemi dhe dita? Po, është një moment të mirë. Ma bërmaj, ojë që këtë treni, Sofi. Ti ka vëzit po, pa ma herë, te kamiona. është një moment shumë i veçantë dhe unë e dini edhe vetë që nifët si emision shove dhe gjithë herë ka surpriza. Atëre unë kam një djallë dhe kjo është jemi i cili nuk është normal. Jo normal shtu që shpëmene një, për nuk është normal. Nëse dikush që a bëdore shikash, aj ta këthen krejt. Atëre ftojnë a gjallin tam, Ahmetin, hajde Ahmet. Një dërë të kitet modhe. Në keftu vetë bënë intervjist. Ahmet, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Ahmet. Unë jam Ahmet Halilin dhe ka... Vesh talë shumë, se Spanijet, kështë Ahmet i ka thonë ka po t'jeva për s'pes pipa. Një ditesht, falemderit. Unë jam Ahmet Halilin nga komune Podijevës. Ahmet, kur e vrejt e vetë një si i vëgël që ti i bën disa levize që ti kështë tjetë njëri normalik më ripën? Pas jetë mi i bëcë. Edhe autute kur... E pe vete qa po banë? Normal që po... Kush ke njëri por që ka dhëve kuku qa po bëj? Bobi jem ku më ka po të ishtu.
Pak. Se shqiptarë të rrinë edhe mirë me botë, që shgu zëti mja botë dorës për thënë. Mirë. Atëre, më s'flasë ma shumë full, Ahmeti vetë. Ahmet, bëj disa trika. Janë disa momente tepër të veçanta, shkatësi të Ahmetit që i bë, ne do t'i ndjekim me shumë kërshëri, ne do të qëndrojmë në skenë, e ndjekim bashkë dhe sigurisht do t'a duar trokasim. Urdhra Ahmet. Hajt Ahmet. Apo fejohesh, a? Faleminderit, Ahmet. E non, që tu ka shafa, jam i sigur. Ja, shafa ka që tu. Ahmet, a më në shtin komën në gojë me rëzëllua me shqitë për këtu? Një do të kike të modhe pra Edhe? Ahmet, faleminderit shumë, në shkatësit jashtë zakonshme. E i ke ushtruar me vonë këtu, apo Po, si thmi ka pak... vetëm shtëpi? Vetëm shtëpi. Profesorët edukatës fizike kanë pas çfarë bën ti? Vëllojnë, po... Që nga sonte do ta shohin të gjithë. Faleminderit që ishe me ne sonte. Faleminderit. Mos.
qëndrojmë bashkë. E pra, ishte kjo e tëra, ishim me ansamblit Shqiponia nga Malisheva. Fleni mirë, ndroni bukur, natën e mirë, miru pafshim javës tjetër.